Mirush Kabashi, një emër që përbën një faqe të ndritur të historisë së artit shqiptar. I lindur më 17 prill 1948 në Shkodër, por i rritur në qytetin e bukur të Durrësit, Kabashi rrithte nga familja Kabashi e Gjakovës, një origjinë që do të shënonte identitetin e tij të thellë kulturor. Që në moshë të re, dashuria për skenën dhe artin ishte e dukshme, duke e bërë të pandashëm nga rrugët e qytetit dhe shfaqjet lokale që ai admironte. Në vitin 1970, Kabashi përfundoi studimet e tij për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë, duke filluar një udhëtim që do të ndryshonte peizazhin e teatrit shqiptar. Ai u bashkua teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës, ku pas viteve të para të suksesshme, do të merrte edhe rolin e drejtorit nga 1991 deri në 1993. Kabashi nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte një krijues i vërtet, një ideator dhe një prezantues që ndihmoi në zhvillimin e skenës shqiptare për dekada. Rreth 100 role në teatr dhe film, secila e mbushur me ndjeshmëri, energji dhe përkushtim. Por ndoshta, roli më i veçantë, kulmi i karrierës së tij, mbetet ai i Sokratit në shfaqjen Apologjia e fundit e Sokratit. Një interpretim që tregon thellësinë e mendimit, forcën e shpirtit dhe aftësinë e Kabashit për të sjellë filozofi në skenë me një ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Kabashi nuk interpretonte vetëm personazhet, ai i jepte jetë, i bënte të pavdekshëm. Përveç skenës, Kabashi e ndau jetën e tij edhe me të rinj si pedagog i mjeshtërisë së aktorit pranë Akademisë së Arteve, duke nisur një brez aktorësh që e shohin atë si shembull dhe udhërrëfyes. Ai gjithmonë besonte se arti nuk është thjesht performancë, arti është mënyra për të ndjerë, për të mësuar dhe për të frymëzuar. Në teatrin dhe në ekranin shqiptar, emri i tij do të mbetet një simbol i pasionit, talentit dhe përkushtimit. Karriera e tij nuk kufizohej vetëm në teatr. Kabashi dha kontributin e tij të çmuar edhe në kinematografi, duke interpretuar role që shpalosnin histori të ndryshme, shpesh me dimensione dramatike dhe poetike. Ai ishte gjithashtu prezantues dhe ideator i programeve artistike në televizionin shqiptar, duke ndihmuar në formimin e shikuesve dhe dashamirësve të artit në të gjithë vendin. Mirush Kabashi nuk ishte vetëm një aktor, ai ishte një legjend që frymëzonte. Përkushtimi i tij ndaj artit u njoh edhe nga shteti shqiptar, i cili e vlerësoi me titujt më të lartë, deri i kombit, artist i merituar dhe mjeshtër i mand i punës. Çdo titull ishte një njohje për përkushtimin e tij të pashok dhe për ndikimin e tij të qëndrueshëm mbi artin dhe kulturën shqiptare. Më 5 dhjetor 2023, Mirush Kabashi u nda nga jeta, duke lënë pas një trashëgimi të pasur dhe të pafshme. Për rolet e tij, interpretime të paharrueshme dhe ndikimi i tij mbi të rinjt që u rritën duke e parë dhe mësuar prej tij, do të jetojnë për herë. Mirush Kabashi mbetet një simbol i artit shqiptar, një aktor që na mësoi se skena nuk është vetëm vendi i shfaqjes, por vendi ku shpirtrat takohen dhe kujtimet bëhen të përjetshme. Faqja na ishte dikur, e kujton me nderim e respekt këtë artist të madh.